Ky lajm do t'i gëzon për të gjithë ata që kanë një diplom dhe dëshirojnë të vinë të punojnë në Gjermani. Vllazën e motra, qeveria e re gjermane, pra që është tash në kryet e Gjermanisë, ka premtuar dhe është duke përgatitur për një ligj për ta lehtësuar procedurën e njohjes së diplomës dhe për të ardhur për sa më shpejt deri te viza që mos të zgjat procesi, pra qysh po zgjat shumë. Ka shumë njerëz të kualifikuar në vendet e treta, siç janë Kosova, Shqipëria, Maqedonia e kështu me radhë. Por për ta marrë një vizë duhet ta bërë njohjen, duhet të kryej shumë procedura, gjuhën e kështu me radhë. Çka premton tash shteti gjerman? Shteti gjerman premton shumë, duke premtuar që ta krijoj një ligj i cili e lehtëson procedurën kohë xhamir, që do të thotë sipas gjitha gjasave të hiqet gjuha, mos të zgjat më procedura nga 6 muaj deri në 18 muaj, rastet deri në 24 muaj. Po me një fjalë të bëhet kaq shpejt kjo procedurë që të mirët një vizë dhe t'ju mundsohet të gjithë atyre që dëshirojnë të vinë në Gjermani shpejt, pasi që me të vërtetë çdo shtet evropian është të tentuar, janë të bë garë me vetë cili pi merr më shpejt njerëz me kualifikim. Andaj vllazën e motra, unë ju përshëndes të gjithëve me respekt, Muhamet Bajram Mehmeti, kaloni sa më mirë.